Shumë interesante. Ndërsa me të moshuarit për trufën, për faktin që duke qenë 10 muar ata i thon po çdo propozimi. Dhe ky është një prej problemeve të rënda. Ndërsa je në kontakt me krimin, në çfarë përqindje është krimi shqiptar? Atë përqindje krimi nuk njeh shtet. Krimi është i gjithanshëm. Kështu që nuk mund të caktoj shqiptar, italian, francez, anglez. Thjesht krimi janë personat që i kryejnë krimet. Nuk është shtetësia e një personi. Kështu që nuk mund përgjigjem dot janë kaq shqiptar ose janë kaq italian ose thjesht situatat ne i prekim herë më herë, varet se çfarë njerëzish kemi, me të cilët kemi të bëjmë. Po, dhe në pozicionet tjera që ke qenë, emrat e shqiptarëve dalin patjetër, sepse ne tashmë komunikojmë jo vetëm për turizmin bashkë dhe për të ndërtuar jetën, por edhe për krimin. Kjo është fatkeqësisht është e vërtetë. Si gjithë emrat, jo vetëm emra. Në fakt, kur kam kërkuar leje për intervistën, kam thënë nuk do flasim. Kështu që mbase duhet të vazhdoj me këtë pjek, sepse që të jemi të qartë, unë kam kërkuar leje për këtë intervistë. Po. Dhe kjo është edhe kërkesa. Ne duam të bëjmë një intervistë sepse ne mburemi që ai është i këtij vendi dhe i atij vendi ku tashmë po shërben. Po s'ka gjë, ne jemi gjithandej, edhe pse madomendja nuk ka raste të tjera. Besoj ju jeni në gradën më të lartë për një shqiptar në. Po, por ka edhe shqiptar të tjerë që kanë grada të tjera, ka karabinier shqiptar, ka marshall shqiptar, edhe jo, jemi goxha. Kemi filluar në origjinë shqiptare normalisht, po kemi filluar të jemi goxha. Ndërkohë, prindrit, si e shprehin kënaqësinë për këmbguljen tënde? Prindrit janë shumë krenarë. Janë shumë krenarë në radhë parë sepse me edukatën që kam marrë nga ato, kam marrë jo vetëm kokforcim, po edhe mundimin për me ndihmuar të tjerat, sepse në qoftë se kam, siç e thash përpara, në qoftë se kam gjell me bëj një punë të tillë, është që të ndihmoj persona, të ndihmoj edhe kolegët, jo vetëm personat e tjerë, jo vetëm civilët. Edhe prindit janë shumë krenarë. Edhe unë jam shumë krenar për ato, se po mos kishe për ato, nuk do kisha pas kurrë një mentalitet të tillë. Për prindrit të cilët që të mos prekje italiane e vështirë të fillimit të lanë të gjyshrit, edhe me ata me siguri lidhje fort. Po, shumë. Fatkeqësisht të dy gjyshrit nuk janë më një jetë, por edhe me ato ka pas një lidhje shumë të fortë, por lidhje shumë të fortë me gjithë familjen. Sepse edhe njerëzit që janë në Shqipëri tash i kam kushuri, sonaxhaj, i kam shumicën e familjarëve i kam në Shqipëri. Edhe them që po i takoj çdo vit kam qejf të kthehem në Shqipëri për ja 3-4 ditë, paktën vetëm për me e pa kursin qytetin tim, edhe për me takuar njerëzit e mi. Kështu që asnjë shkëputje? Ja. Ndërkohë, je i martuar dhe ke fëmijë? Jam i martuar, jam pa fëmijë, akoma, e kemi në mend. Mu duk sigur pash një fotografi me fëmijë, po. Do ke qenë ti i vogël. Duhet kenë qenë unë i vogël, po. Jam i martuar, kam me 22 shtator, bëj një vit që jam i martuar. Të trashëgohesh. Ta din do me thënë aty, që kapiteni është i zënë. Zonja është shqiptare apo italiane? Italiane. Është italiane, është e vendit që ti tashmë i përket dhe nuk kam asnjë dyshim. Dhe dua të kthehem edhe pak në Torino, nëse më lejo gjithmonë unë e bëj pyetjen ti më thuaj ndalo, sepse Torino është shumë sfiduese si karrierë për ty. Punon praktikisht gusht 2023, gusht 2025 si komandant i njësisë hetimore të Torinos dhe jeton krime të rënda, vrasje, krim të organizuar. Domethënë ky është një moment shumë sfidues për karrierën, besoj edhe momenti që të solli këtu ku je. Shumë sfidues sepse domethënë kanë qenë disa krime që normalisht krime të rënda nuk është aq e thjeshtë i zbulosh domethënë. Por kam pas fatin që kam pas kolegë që më kanë ndihmuar shumë,
sepse komandanti pa bashkëpunëtorët e vet nuk shkon me asnjë vend. Edhe unë kam pas fatin që si në periudhën e formimit, si edhe në këtë periudhë kam pas kolegë me jetmen shumë të mirë edhe që më kanë ndihmuar shumë. Kështu që duhet i falenderoj ato në qoftë se po heci deri tash edhe jemi duke bërë intervistën bashkë. Ky fakt ja dedikon bashkëpunimit me njerëzit, komunikimit, faktin që ti e zhvilluar. Ti je një djalë këmbgulës, një djalë që bashkëpunon dhe kjo të solli në këtë moment kur ti ke më shumë mundësi që të tregosh veten dhe të bësh atë që ke dashur nga fëmiria, të bësh mirë njerëzve, ti ndryshosh jetën për mirë. Ka pas një moment që të duket sikur dështove dhe nuk e bëre dot atë që doje, në kuptimin e ndihmës për një fëmijë apo për një njerëz që të ka dhëmbur shpirti, apo kjo punë nuk të lë shumë mundësi empatie? Të themi që momentet e vështira janë, nuk mund të them që s'ka pas momentet të vështira dhe nuk ka momentet të vështira, por siç thash përpara, nëse bën punën me shpirt, me zemër edhe me vullnet, nuk ka asnjë vështirësi që nuk mund të mposhtet. Që normalisht ka pas vështirësia dhe do ketë vështirësia tjera. Por presojmë që të kemi këtë vullnet edhe këtë forcë. Po, probleme nga ato që thoshin komentuesit, ku është ai kapiten në një zonë që të mbledhur, si me thënë njerëzit duan njëri tjetrin. Ke të tilla probleme? Me atë që mund ta quajmë racizëm, por që ke vështirë sepse nuk e di, domethënë. Jo. Unë në qoftë se kam arrit të bëhem karabinier, është sepse nuk kam pas kurrë probleme të tilla. Kam pasur fatin, siç e thash përpara, që të kisha, të bëjsha me persona shumë pozitiv, me persona mikpritës, edhe nuk mund të them që kam pas paragjykime në asnjë lloj paragjykimi. Normale, emri im është Armir Gjeshi, kështu që jam me origjinë shqiptare, po unë nuk e mohoj, por nuk mohoj as që jam në shërbim të shtetit italian. Kështu që nuk ka asnjë lloj kritikiteti në këtë plan. Do me thënë, djemve dhe vajzave shqiptar të 94-ës apo të 2004-ës, të cilët janë në përpjekje për t'ia dalë një jetë,